Ylva, mirë se erdhe në një kafe me labin në intervistën tam 30 minutë me ty. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit për në më marrë. Me gjithë që. Okej, na kishëm dashur me fillu me njerë me një pyetje për muzikë. Muzika për Ylvën është çka? Në fillim ka qenë veç një hobi, një pasion, tash është bo profesioni jam i dytë. Ku vetë mundit është gjithçka, se faktikisht punoj shumë në këtë drejtim edhe mirëna me këtë punë që sa vite. Kështu që s'munësh me paramenu jetën pa muzikë, se gjithçka sillet rreth muzikës, janë mramjet ato që t'involvojnë, janë koncertet, janë dasmat, janë këngët e reja që i punojnë klipet, gjithçka. Gjithçka të lidhë me Gjithçka, po. A vjen ndonjëherë te ajo pika që do me heq dorë për muzikës dhe me thonë, po, kemëra? Jo veç muzika, po ka shumë profesione që i kanë ato momentet e veta që tu, okej, ju m'lodh, ose diçka s'po shkan edhe janë nis me menu që ndoshta ka nevojë me lanë ose diçka, po ato janë kaluse, janë të momentit, janë kaluse, po një punë që e donë edhe i përkushtohesh edhe bën me shumë dëshirë, gjithmonë është e suksesshme. Përveç muzikës na dim që ti edhe je aktore. Po. Aktrimin për ty tregon atë çka është? Aktrimin faktikisht kom studiu për aktrim edhe është një profesion që unë e du shumë, edhe që e praktikoj her pas here, po jo çdo herë si kurse muzikën. Është një punë që më varet pak prej të tjerëve, më varet sa të shohin tjerë në projektet e tyne. Kohë të fundit kam qenë e ftuar në një serial, kam qenë prezente me një rol aty, në serialin Zyrja për gjithçka, ju më di shumë mirë me kolegët e mi cilët njëkohësisht edhe kemi përfundu studimet bashkë dhe gjithmonë kur punojna bashkë është një ndjenje veçantë dhe shumë e mirë. Kalova shumë mirë, shpresoj që kom e qenë her pas herë në serial. Në gjitha serialet vendore që jam punu, kom qenë e pranishme në ato seriale, jo me një rol të përkohshëm, të përhershëm, po të përkohshëm. Kështu që më vazhdoj me qenë aktive në rolet cilat mendoj që ja vlen edhe që du me prek një pjesë të aktrimit. Ku ndihesh më radh, në aktrim apo në muzikë? Dyat janë të mira. Aktrimi është tryva që njihet shumë komod, shumë mirë, një punë që e du për më shumë, edhe që menoj që jam aktore, edhe muzika njëkohësisht është diçka e pandashme edhe me dyat njëna mirë, me dyat punoj me përkushtim të madh. Nëse unë e marr një personazh du me punu qashtu që duhet në mënyrë profesionale, po nëse e marr një këngë du me punu qashtu që unë e di mas miri me bo. Kështu që dyat i kam për zemër, dyat mundohem me punu në mënyrë profesionale. Mirë shumë. Po kujtimi më i bukur rreth skenës muzikore për ty cila është? Që më bën mend me nostalgji, ndoshta e kujton shumë shpesh. Fillimet kanë qenë pak ma interesante në muzikë ose në aktrim, ose se është diçka një përvojë, një ndjenje e re, edhe nëse si e re merr një shpërblesh për punën të cilën e bën, t'jep vullnet edhe të shtym për me menu matutje. Kështu që ka qenë paraqitja ime e parë në një festival si këngëtare, kam qenë vetëm si mysafire në Polifest, edhe kom marrë shumë kritikat mira dhe pe gazetave që më ka bu shumë përshtypje, edhe që ma ka jep një farë vullnetit mirë për me punu. Mandej, po të njëjtin festival, vitin tjetër ku marrë shpërblim, që ka qenë diçka shumë e mirë se ardhën për mu, si fillestare, dhe këto kanë qenë nashta emocionet e para dhe të mira në skenë. Mandej, me skenën me gjanat vjen tu adaptu edhe ty marrë gjanat ma easy, jo bashkë qashto. Kalojmë te sfidat. Cilat janë kanë ato sfidat më të mëdha që i ke pas gjatë karrierës, edhe si këngëtare, edhe si
edhe si aktore? Çdo profesion i ka vështirësitë e veta. Ajo diskutohet. Edhe secili njeri për punën e vet di më të kallëzu që thotë që puna ime është më e vështira se puna e jote ose e jote. Edhe unë po them që puna jonë definitivisht është shumë e vështirë. Edhe përkundër faktit që njerëzit kur na shohin thotë, ju e keni shumë lehtë. E knani një kongë edhe u kri muhabeti, po derisa të vjen te çajo kongë ose derisa të vjen deri te çaj klip që e shohin njerëzit për 3 minuta, është një punë e jashtëzakonshme, ka sakrifica të jashtëzakonshme, sidomos në fillim, kur ti hyn me një profesion të cilin nuk e din edhe çfarë rrugë të pret, edhe çka je të bu. Ka pas sakrifica shumë mëdha, tu nis prej mjeteve financiare, që ky biznes është jashtëzakonisht shumë i shtrejtë. Edhe që unë kom qenë studente në atë periud, edhe normal që më ka dash për kraja familjare, për kraja e sponsorëve, që ka qenë shumë e vështirë me gjetë, po me mundësit vogla, me një fond shumë vogël, kum punu diçka, mandej gjana kënë shku tu bo matë mgaja, tu përmisu, tu kvaliteti dhe gjithë shka tjetër. Cilat janë ato thashë thëme që i ke dëgju për vete edhe që të kam bu me qesh ose të kam bu shumë nërvëz? Se jo? Ka shumë thashë thëme, sidomos profesionin tonë është e pa mundun. Thashë thëme që mas shumë të prekum na si artista janë, është lidhe me këta, o martu me këta, mu kanë martu edhe me politikanat ndryshëm edhe ka qenë, thashë thëmi qaq bënd sa që më ka bo tepër shumë nërvëz, pse qatë shumë ka qenë bënd që thashë thëmë, edhe pse s'ka pas të bëj absolutisht me të vërtetën, po me kalimin e kohës, mandej gjanat nën kuptohen, po me gjithë ato është një fandjenje jo e mirë, jo e këndshme, se nuk keni rëva mu ballafaqu me kret një popullat, mi ja u spiku që nuk është ashtu, se si popull jena pak prirun pak mu marrë me thashë thëmë, edhe ju dokem interesant, edhe normal që në kurishtarë edhe të pysin kanë dalë edhe në rrugë edhe në dyqane ose në lokal kur im hy një varë që qështu ashtë e vërtetë se pse më ti kështu ose thashë thëmë të jem pjesë të pandashme në profesionin cilë na e bojmë. Po me kalimin e kohës bom imun edhe i marrë me shumë spontanitet. Pëllëm sa të nëzën gjume se i qysh po mbjen gjëna me më të përgjallë. Ma që të nëzën gjume, ma të nej. Po dhu ma let ashtu, ha? Ani dhe që është thushti, ma si tja finis kësaj punë, pëprim që është thushti. Qa e karakterizon Ryven si person? Tu nis për komentimeve të shoqënis, të rrethit tënd, të ngusht, që nashta edhe njerëz të publiku që të shenë nuk i den ato karakteristikat tua në jetën e përditshme. Se një parë që reflekton është pamja e me jashme. Që në brendi jam e kundërta. Këto akun pas edhe ma hiret, jo veç pse jam tash person publik. Reflektoj një negativitet. S'pëdi, për njerëzit e ka një farë ndrojt, ju thojnë Ryva shumë e madhe, shumë men e madhe, shumë jo e këndshme. Ma ndej në momentin që binë kontakt me qata persona e ndrojnë 360 shkallë mendimin, se jam shumë njëri si me thonë, I lirë muhabet. Edhe unë atë përshtypje e kom pasë në fillim, po, kështë që e kom vrejt këto që e kanë. E kom, është natyre emja që nashta në shikim parë dokna e tilë, po nuk ka të bëj me karakterin tem, që jam një jetën e përditshme. Jam 100% e kundërta asaj se qa reflektoj jashtë. Për që ata thojnë mës paraqykon pamjet parko. Definitivisht kjo vlen e në kasë për mu. Mirë shumë. Në cilin profesion tjetër kishe dash me sfidu vetën? A ka naj profesion që gjithë ka bu për shtypje? Kisha pas qef. Me sfidu vetën pak më kam metë, si me thonë, kështu merak, punën me qeni balerin. Balerin? Po, moderne, e kam fjallën. Vallëzimi më kalon për shtypje edhe jo marrë, e kom dasht,
prej fëmijë kur jam qenë e vogël edhe qëndroj mirë në këtë aspekt, pavarësisht pse në skenë nuk e kam shfaq shumë. Po është Përveç të nxirrimeve e vitit ri love të ke shfaq. se di në këngët e mia nuk e kam guximin me bo koreografi, Me bo eksperiment. cilën kisha mujt me bo një koreografi me një këngë krejt që të kujna. E du shumë vallëzimin, unë pëlqen edhe vallëzoj, po nuk e kam shfaq në punën cilën unë e kom bo sot. Apo na premton se ki me shfaq me një projekt Jo s'premtoj. Ngurojën këtë aspekt, nuk e di pse, ka shumë sene që njëri ka nere nuk ja beson vetës. Nuk jam prej aty në njerëz që thëmë, okej, unë di me bo që canë edhe ku me bo, po rrezikoj. Nuk rrezikoj shumë. Se di, jam pak e ndrojtur në këtë aspekt. Cilën udhëtim e cilëson si udhëtimi më i bukur në jetën tënde? Pa dyshim, Maldive. Maldive. Pa dyshim, Maldive ka qenë udhëtimi më i mirë i jetës tame, definitivisht. Ka qenë një përvojë e mirë, një udhëtim i këndshëm. Zdi, lezat ka qenë. Shumë udhëtim i mirë u konë. Me siguri ka dhe arsyet e veta. Po, i ka arsyet e veta, gjithsesi ajo veç po nuk kuptohet, atje ka ndodhur dhe martesa, ka qenë një udhëtim shumë i paharrueshëm. Martesa nuk lën me harrua kufin kurse se, përveç bukurive të Maldives. Definitivisht, vendi është i mahnitshëm, edhe kom jetu një javë më të mirë në botë. Shumë vend i bukur. A ki mendu në herë se këmë ndodhë martesa në një vend tillë? Ja, absolutisht, ja. As se kom imagjinu, as nuk i kom paramendu, as kjo ka ndodhë shumë spontanisht. Edhe nashta pse ka ndodhë spontanisht, kom kalu qaq bukur. Se sikur të kisha planifiku, të kisha bu plane, si shën realizu aq bukur, sa ka ndodhë në spontanitet. Cili është ai person që disponon mas shumë ti? Kohëve të fundit janë fëmijët e vllaut edhe një çike motrës që janë të vegjël, ka një vjet e diçka, edhe që nuk muj me najt pa shku me i taku edhe më mush energji pozitive, se fëmijët i du jashtëzakonisht shumë, kështu që kohëve të fundit janë ata që më disponojnë edhe që më kënaqin shpirtërisht. Mirë shumë. Na zakonisht pjesën e dytë intervistës e zhvillojmë në një vend ku dën vetë rryva. Ku e kishim zhvillu pjesën e dytë? Unë e kohëve të fundit nuk është që po i frekuentoj shumë ose që po kam vende të preferume jashtë. Është dyqani ku unë një pjesë të kohës gjatë ditës e kaloj atje. Edhe kështu që po shkojmë atje nëse jeni për. Jena për edhe e pata si mendim, po shkojmë atje. Okej, super. Riva thash na punë edhe në vendin ku një pjesë të kohës e kalon vetë u merr me gjithë ato produkte që i sjell te Riva Adresës. Sa është e vështirë përveç muzikës, aktrimit që i ki si profesione më merr edhe me një butikë ku i ki produkte që i sjell për gjithë ata njerëz që janë të interesuar me marrë produkte prej tij.
Butiku nashta është një diçka që mu ka dash, se profesionin cilin e bojmë është kogja sezonale, edhe kam kohë cilën muj me e kalu edhe mu marrë edhe me një punë si që është butiku. Buku një kohë të mirë e kaloj këto, nëse nuk kam punë diçka rreth lokalit, vipi kafe më punëtorit e mija që kam tjerë zakonshme. Për kujdesna për porosia që i bojnë klientat, mirëna me se cilën detaj këtu që ka nevoj me gjanat ndryshme, edhe është një punë cilën unë e boj me shumë knaci. Unë e di që ju këngëtarët keni jashtëzakonisht nevojë për veshje, tash të zgjidhen veshje ki. Po, jo gjithherë unë duna mu dukt elegante si me veshjet që i kam këtu, po bukur një pjesë të veshjeve e muj me konsumu prej dyqanit. Ku i merë për veshjet? Fustanet janë një firmë e Turqis, janë Tariq Ediz. është një firmë shumë e mirë dhe njoftën në krejt botën. Fillimisht ka qenë një punë pak e vështirë se nuk e disha se si ka me funksionu kjo punë në Kosovë. Tu nisë për fakti që kualiteti është shumë i mirë dhe nëse është kualiteti shumë i mirë atëre çmimet janë pak të nalta. Po ka shumë për aty në njerëzve që në një aheng familjar donë më do këtë bukur edhe e veçantë. Kështu që kam kërkesat bagit ndaja dhe për shumë vendeve të ndryshme dhe prej shqiptarëve që jetojnë në diaspor, kam prej Macedonisë, prej Preshevës, prej Malit Zi. Mandej një formë e mirë e komunikimit sot janë edhe rrjetet sociale, ku cilat ka mundësi me i postu modelet në përjete, edhe klientat kontaktojnë direkt me mu në rrjetet sociale edhe i bujnë porosinat e tynat ose informohen për çdo gjë, rreth çmimeve, rreth numrave, rreth modeleve të ndryshme, që një kohë bagit mirë edhe me rrjete, gjatë që përpara nuk ka ndodhur. Unë bagi kam qenë pasive me rrjetet sociale dhe jam kritikuar dhe nëpër media se ti për shumë vonë kum hapë edhe Facebook temën, qa që jam konë out. Tasha e bo e fiksu me heq mas rrjetet sociale? Po, bagi shumë, sidomos me Instagram, ku nuk shkon ditë që nuk postoj një foto, qoftë private foto ose koleksioneve të mija ose të punës cilën unë e bëj. Po, bagi jam hynë rrjedhat të Instagramit. Alla probleme kita është me dollë për i rrjedhat. Kom dëgju edhe, kom pas edhe shoqe dhe kolegë që në konë shumë të fokusume dhe thesha, s'mu ka duk shumë interesant, po të tërhik atë shumë sa që dëbon për vete dhe Facebooku dhe Instagrami dhe krejt rrjetet sociale, po nuk e të praj. Nuk e të praj me një dozë të caktume. A ka prej aty në admirusve tu që vinë edhe të kërkojnë lokalin? Po, ka shumë edhe kalimtar të rastit, cilët vinë rasisht edhe më shojnë që jam dyqan, ngurojnë pak me hy dhe me kërku një foto ose diçka e tillë, po mas shumë përpjekjeve arrin me bind vetën, edhe vinë, bojnë foto, shkëmbejmë lafe ato këtu, komplimentet ndryshme edhe është një ndjenjë e veçantë, një ndjenjë e mirë. Cili mendon që është projekti yt muzikor më i suksesshëm deri më tani? Prej këngëve të mia, se di, që të pëlqen edhe ty mas shumë të ndoshta? Janë do këngë cilat ndoshta i veçoj pak ma shumë, pavarësisht për cilat se cilën këngë e punoj me përkushtim të madh, po jo se cila këngë depërton njëjtë. Njëna ka suksesin më të madh, tjetra ka më të vogël. Tu nis prej faktit të viewsave dhe komenteve të njerëzve, pëlqimit të këngës, është kënga Hajde Zemër që ka depërtu mas shumëti, edhe që njerëzit e kanë pëlqy mas shumëti, dhe është një këngë që sa do që e ngoj ose shikoj, nuk është për aty një këngëve që të bëhet bajat.
është e ëmbël si këngë, është prej këngëve të cilat edhe mu më pëlqen edhe që ka pas një sukses të më të madh se këngët e tjera. So je aktive në përdosma në Ramje? A të thirrën shumë? Jam, sidomos tash është një periudhë pak jo shumë e ngjeshëm, në vetë faktin që një janari i shkurtë është pak ma pasiv në gjitha aspektet e mundshme, përpos festave që tash jemi në prag të 14 dhe 17 shkurtit, që do të jemi në Ravec, mas ne jam në Preshevë në 8 mars. Jam aktive edhe në Mramje, po kisha me i vequ dasma të cilat në presin e sezonin e verës. Jam 70% ma shumë e angazhume në dasma se sa në koncerte. Nashta me faktin që dasmat rezervoheni vetë ma herët, edhe data du më thoni i zo, po është edhe një punë cilën unë e pëlqej ma shumë se sa koncerte. Projektet fundit prej teje, keme diçka apo jetë? Përpos këngës që lansova në gjirimet e vitit ri, një këngë e re, jam tu menu edhe tu planifiku për një këngë të radhës e cila do të lansohet para sezonit veror. Po, këngë e cila hala nuk e ka marrë formën e duhur, se nuk di hala se çka po du. Kështu që pritet në ditët e ardhshme. Hajde zemër rridhe pak, mos më lërë pa thënë një fjalë, pse më bën të ndihem faj, nuk e meritoj as pak. Pjesën tjetër së të mbet në cilin vend kishe dashur me kalu? Në Prishtinë apo në ndonjë vend tjetër të botës? Nuk e di, ardhmja sjell gjithçka, po unë e Prishtinën jam, si me thane, du këtë vend edhe jam mësu me Prishtinën. Kudo që shkoj, bona shumë shpejt bajat edhe më nëzis më këthy. Po me gjitha të prap, nuk i di e të ardhmës, ndoshta në i vend tjetër, nuk e di. Në vend të ndrëm nuk e ki? Jo, nuk kam. Kam disa vende cilat kam që me i vizitu edhe me i shetit, po jo vendet cilat kisha preferu me jetu. Sepse është e vështirë më adaptu me një vend krejtësisht tjetër edhe me punu punën cilën ti dërë me bo me një vend krejtësisht tjetër. Pyva, faleminderit shumë për intervistën, nashta të mërëm pak ku. Më po ta uroj shumë Valentinën edhe faleminderit. Ta thonë shumë ty kjo ditë. Urime edhe ty se dia e feston këtë festi. Pa e festojmë. Ka diçka për kësaj festa. Urime shumë Valentinin për gjithë ata që ka një lidhje dhe që duan, shumë urime.